Përshëndetje, mirë se vini në Living Day. Një raport I fundit I Bergj tregon se vajzat shqiptare po tregojnë rezultate më të mira në matematik. Po ashtu, ato po spikasin gjithnjë më tepër në fusha që dikur konsideroheshin si territor I djemve. Po ashtë ky një tregues që vajzat janë më të zgjuara se djemt, apo kjo ka të bëjë me përkushtimin? Si kthehet ky sukses në karrierë, në familje dhe në jetën e përditshme? A arrihet suksesi me rezultate më të larta apo me mënyrën se si ne e përdorim potencialin që kemi? Do ta diskutojmë këtë temë dhe do të përgjigjemi përmes të ftuarve tanë. Kam kënaqësinë të mirëpres në studio Laureta Alikaj, audituese ligjore. Laureta, mirë se vjen në Living Day. Shumë kënaqësi. Kënaqësi nga ana. Duke patur një zyrë në ambientin tuaj të punës, ke të punësuara më shumë vajza apo djem? Vajza. Më shumë vajza. Ndjeshëm? Ndjeshëm, sepse janë më të shtruara, punojnë me këmbgulje, janë të kujdesshme në kryerjen e veprimeve, kështu që jam shumë e kënaqur nga vajzat. Të ftoj të ratohesh, më duket se me një pyetje të thjeshtë morëm një përgjigje e cila do të na kërkoj pak kohë për ta kuptuar pse kemi mbërritur në këtë pikë. Na bashkohet gjithashtu Shamil Çika, pedagog në Universitetin e Mjekësisë. Përshëndetje, mirë se vini në Living Day. Përshëndetje, faleminderit. Çfarë ndodh në auditoret tuaja? A ka më shumë vajza apo ka më shumë djem? Nëse bëjmë një vëzhgim të shpejtë, kështu të viteve të fundit. Raporti midis mjekëve dhe mjekëve të ri është në favor të doktoreshave, të cilat frekuentojnë masivisht, po dhe aktualisht trendi nuk është vetëm ke matematika, por edhe te kirurgjia preferenca është më shumë e vajzave. Pra që dikur ka qenë e djemve, ka qenë dhe duhet jetë e djemve. Pse duhet jetë e djemve? Patjetër, unë kam debat gjithmonë me doktoreshat e reja aty, është një profesion I cili kërkon edhe fuqi fizike, më së shumti jo vetëm aktivizimin e tyre përmes potencialit mjekësor, po kërkon dhe një lloj stabiliteti I cili mund të shkojë edhe deri në 12 orë pa lëvizur në një ndërhyrje. Kuptoj, por ja që realiteti po tregon të kundërtën. Është një sfidë e re. Na bashkohet Silvana Çaushi, mësuese matematike. Mirë se vjen në Living Day, shumë kënaqësi. Si jeni? Çfarë ndodh? Nëse bëjmë një vëzhgim të shpejtë në shkollën tuaj, aty ku ju jepni mësim, ka më shumë vajza apo më shumë djem që shkëlqejnë në lëndën e matematikës? Atëherë është një pyetje pak e vështirë, por në shumicën e rasteve kohët e fundit janë vajzat ato që po marrin akoma dhe më shumë territor në fushën e shkencave. Pra, më shumë vjeta kanë vajzat se sa djem, siç edhe tregon edhe ky studim I Bergj. Na bashkohet Enrico Ceko, ekonomist. Mirë se vjen Enrico, shumë kënaqësi të mirëpres edhe këtë herë në Living Day, sepse duam të kuptojmë çfarë do të ndodh pas 10, 15 apo 20 vitesh kur nxënëset të cilat po shkëlqejnë tashmë, pra janë vajzat, ato që po shkëlqejnë matematikë, si do të përkthehet kjo në të ardhmen në tregun e punës? Ne po shikojmë që paktën në aspektin e marrjes vendimit, ka një numër më të madh të gjinisë femërore që po merr pjesë në gjithë këtë proces. Jo shikoni, për shembull, edhe në qeveri dhe në parlament, po edhe në sektorin privat, rezultatet dihen, domethënë pak a shumë. Se vajzat kanë rezultate më të larta. Të përpiqemi të kuptojmë se çfarë po ndodh. A ka të bëjë kjo me zgjuarsinë, ka të bëjë me inteligjencën apo ka të bëjë me përkushtimin? Edhe sfidat sociale të mëhershme. Të prindërve, po themi, të nënave të vajzave. Unë faktikisht e mendoj pak ndryshe. Në sensin që normalisht është rritur shumë të themi numri I vajzave grave që marrin pjesë në institucione të rëndësishme, mjekësi, arsim, ekonomi, kudo qofshin. Por unë jam për vajzat edhe në zyrë, siç thashë pak më parë kam vajza, por në mendimin dhe gjykimin tim është që kjo ka të bëjë mbi bazën e aftësive personale. Ose mund të jetë kemi një grup vajzë e djem që janë shumë të zhvilluar dhe që ecin përpara, dhe ndërkohë domethënë ka edhe vajza e djem që janë njësoj, domethënë nuk studiojnë, as nuk bëjnë absolutisht asnjë përpjekje për të ecur përpara. Dakor, por ne kemi një studim tashmë të cilit mund t'i referohemi ku në shifra janë vajzat ato që po shkëlqejnë më shumë në një fushë që dikur ka qenë
e djemve. Domeni djemve. Këtu do më thënë do më thënë ta marrën qik edhe në sensin historik edhe ligjet që siç janë edhe në vende të ndryshme ashtu edhe në Shqipëri, që japin më tepër edhe mundësi vajzave për të treguar aftësitë e tyre. Sa më i zhvilluar të jetë një vend, aq më tepër ka mundësi vajza, domethënë dhe gratë që tregojnë vlerat e tyre. Por nuk flasim në moment për tregun e punës, por pikërisht vajzat të cilat janë në bankat e shkollës sot. Dhe djemë që janë në bankat e shkollës sot. Tani kushtet kanë ndryshuar, domethënë këto duhet të nxjerr që kushtet kanë ndryshuar dhe vajzat kanë kërkesa ndaj tyre për pjesën e rritjes profesionale, domethënë nga duke studiuar të rrisin edhe veten profesionalisht, që të kenë mundësi që të ecën edhe më përpara. Pra vajzat sot kanë më shumë kërkesa. Kjo është një ndër arsye që bën vajzat të shkëlqejnë më shumë në raport me djemt, në raport statistikor, shifrash. Unë mendoj, sigurisht unë jap mësim në universitet edhe auditori im është i ndryshëm, por gjykimi mbi këtë çështje është që sistemi arsimor në tërësi është pak shumë tepër, jo pak, por shumë tepër tolerant ndaj nxënësve në tërësi. Pra nuk kemi atë figurën autoritare të mësuesit të dikurshëm, i cili në një farë mënyre edhe indikonte apo i detyronte nxënësit të ishin më të përgatitur. Në këtë drejtim, ne e dim shumë mirë që djemt e vegjël të moshës të ciklit para universitar nuk e kanë disiplinën që kanë vajzat. Vajzat që në këtë moshë janë më të strukturuara në rezultatet e tyre, në procesin e të mësuarit, dhe në këtë drejtim shto edhe impenjimin mjaft të shtuar të familjeve, gjë që ngel pak kohë për kujdesin ndaj ndjekjes së të mësuarit nga ana e fëmijëve të tyre, dhe kjo na çon në një proces ku ne kemi në mënyrë natyrale vajzat që tregojnë rezultatet e tyre në mënyrë në një proces të monitoruar në këtë rast nga Bersh, institucioni besueshëm, i cili ndjekon këto parametra. Pra, vajzat janë më të disiplinuara. As nuk diskutohet fare, më të organizuara dhe kanë rezultate më të mira. Dhe manifestohet përmes rezultateve. Unë problemin në këtë pikpamje do ta shihja në tërësi tek sistemi arsimor, ku ne shohim këto problematika. Madje problematika do t'i shihja edhe më të qëndësishme në drejtim të nivelit të mësuesve aktualisht në sistemin arsimor në tërësi në Shqipëri. Këtë e flasim në një moment të dytë, të përpiqemi së pari. Duhet vi ke përgatitja në mënyrë sepse mungesa e mësuesve cilësor nuk orienton siç duhet edhe komunitetin e nxënësve dhe sigurisht do të kemi këtë situacion. Madje problematika janë dhe më të mëdha edhe në drejtim të numrit të mësuesve dhe mbi gjitha problematika më e madhe gjykoj që është në drejtim të daljes nga situata. Pra, nuk kemi një plan se si do dalim në këtë situacion në raport me këto tregues që unë gjykoj që janë problematik. Një shoqëri, nëse do ta kuptosh për nivelin apo programin e zhvillimit të saj për të ardhmen, nuk mund ta kuptosh për nga niveli i zhvillimit të ofrimit të shërbimeve, por duhet kuptosh për numrin e matematicienëve që do të ketë, numrin e inxhinierëve që do të ketë, numrin e një brezi të kualifikuar në struktura të mirëfillta shkencore. Fakti që ne nuk e kemi këtë tendencë, mendoj që ardhmja do të jetë pak dyzuese në raport me zhvillimin e qëndrueshëm të kombit. Silva, je vetëm një mësuese në këtë panel, kështu që shqetësimet që ngriti Qamili do të duhet të kthesh një përgjigje, por së pari më thuaj si e sheh ti, përse ka më shumë vajza që unë dua të theksoj sepse Bergji është bazuar tek testi i PISA-s, i cili është një test ndërkombëtar që teston nxënësit 15 vjeçar. Do të thotë që sapo kanë mbaruar ciklin 9 vjeçar dhe janë në vitin e parë të gjimnazit, dhe ky test zhvillohet çdo 3 vjet. Edhe shikon pastaj zhvillimin ose si kanë ndryshuar nxënësit. Vitin 2022, edhe përfundimet që ka nxjerrë Bershi, ka qenë të fokusuara në matematik. Pra, dhe vajzat tona kanë shkëlqyer në raport me djemt. Kjo do të thotë që me të vërtet është pjesa që vajzat shkëlqejnë, por nuk do të thotë që dhe djemt nuk janë më pak të suksesshëm. Por vajzat, ashtu siç tha dhe parafolësia ime, ka një disiplinë pune më të madhe, kërkojnë nga vetja, prindrit, edhe prindrit shqiptar, dikur mendoj që vajzat ka qenë dytësore dhe kjo është për të ardhur keq, ndërsa tani i kanë dhënë një prioritet femrës. Dhe mendoj që në të ardhmen
do të ketë shumë herë më të mëdha udhëheqëse femra, edhe në shumë profesionet të tjera. Pra, e vëre ti që ka më shumë kërkesë llogarie nga prindrit për vajzat, Patjetër. se sa prindrit që kanë djemë në shkollë? Po, edhe kjo, sidomos, ne shikojmë kur vinë edhe pyesin, interesohen. Janë ndryshe prindrit që kanë djemë, nuk po them që nuk vinë, ka kërkes, por vajzash e shikojnë akoma si atë pjesën që janë më delikate, duan të japin një profesion, duan të orientojnë, dhe për pjesën që tha parafolsi, që tha që e shikon të ardhmen pak skeptike, unë personalisht nuk jam dakord. Për arsye sepse kurrikula që ne po zbatojmë tani në shkolla, po futet me një hap të rëndësishëm në STEM, që do të ndërlidh shkencën, inxhinierin, matematikën, të fushat në të gjitha bashkë, dhe nxënësit në ditët që do vinë ose në vitet që do vinë, nuk do të jenë ato nxënës të cilat a din të përdorin formulat, a i mbajnë mend formulat. To janë nga sistemi kaluar. Nxënësi tani duhet të japi situata reale, të japi zgjidhje, të marrë vendime që në moshë të vogël, që në kur ai të shkojnë në universitet. Përgatisni ju nxënës të cilët zhvillojnë mendim kritik? Patjetër. Ky është thelbi i sistemit arsimor, që ne në të ardhmen mendojmë që do jemi të suksesshëm. Prandaj e sheh më optimiste tablon. Personalisht po. Enrico, pse po shpëlqejnë vajzat? Më të disiplinuara? Tani ta qartësojmë çik këtë testin për cilin bëhet fjalë, edhe të hedhim disa mendime, sepse në vërtetë është një situatë shumë komplekse. Çfarë thot në të vërtetë testi? Është testi PISA i vitit 2022, ju keni drejtë. Testi thot, është rritur numri i vajzave që dalin shkëlqyeshëm në matematikë, pra bëhet fjalë për atë grup nxënësish që dalin me rezultate të larta në matematikë. Jo për ata që dalin me rezultate të ulta, apo me rezultate të mesme. Te rezultatet e larta, në qoftë se përpara numri i vajzave te ky grup nxënësish ishte 20%, tani ka vajtur 40%. Ky është rezultati i testit PISA-s. Tani arsyet pse? Ka disa arsye. Unë do të thosha që ne kemi kaluar nga një shoqëri thellësisht patriarkale, kemi kaluar të një shoqëri që është e orientuar më shumë drejt femrës dhe drejt kujdesit ndaj fëmijëve që janë të gjinisë femërore. Tani çfarë do thotë kjo? Nëse ne rritim kujdesin ndaj fëmijëve, truri i fëmijës strukturohet nga mosha 0 deri në 8 vjeç. Dhe nëse tani shikojmë që ka familje që fëmijët e tyre edhe në këto mosha, 6 vjeç, 7 vjeç, i futin në kurse, kurs muzike, kurs pikture, për një vegël muzikore, në sport e tjera, kjo i ndihmon ata për të forcuar krijueshmërinë. Kjo i ndihmon ata që të jenë mirë në matematikë kur të jenë 15 vjeç, 16 vjeç. Një fëmijë që mësohet me krijueshmëri, po kush ja jep krijueshmërinë fëmijës? Ja jep piktura, ja jep vegla muzikore, ja jep sporti. Nuk mund të pretendojmë që një 6 vjeç ta futim të mësoj statistikë. Se s'mundet. E tepër do ishte. Por, një fëmijë që fiton aftësi krijuese, kur rritet, bëhet inovator. Nuk mund të jesh inovator pa qenë krijues. Dhe këtyre fëmijëve pasaj, me mundësira të ndryshme, bëhet e mundur që ata të ecin përpara. Nëse do të shikojmë në prehistori, mashkulli ishte ai që dilte për gjuhën e tij, që garantonte ushqimin e familjes. Femra rinte, kujdese për fëmijët, ama femra ishte ajo që bënte llogarit sa ushqim kemi gjatë sa jave dhe si do ta ndajmë. Pra bënte ekonominë e shtëpisë. Bënte ekonominë e shtëpisë. Edhe sot. Dhe me kalimin e kohës, lutem se s'kam mbaruar. Me kalimin e kohës, femra fitovi aftësi menaxheriale afatshkurtra. Ndërsa mashkulli fitovi aftësi menaxheriale afatgjata, duke ndërmarrë riskun mbi vete. Tani si kombinohet kjo me kushtet e Shqipërisë? Me kushtet e Shqipërisë, ku ne i kemi auditoret me 67% vajza, apo jo, profesor? Edhe diçka më shumë. Edhe diçka më shumë. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që një nxënës në shkollë në klasën e 9, ose në vitin e parë gjimnaz, thotë, unë do ikën në emigracion. Çam duhet më shkolla? Mashkull, djalë. Kështu që ai që në atë moshë ka ndarë mendin që s'do mësoj. Do ikën në emigracion. Kurse vajzat nuk ikin në emigracion, dhe tjetër,
Me qenë se shqiptarët janë të varfër, që për mua kjo është themelorja, prindrit që kanë vajza, thonë, përderisa unë nuk kam çfarë t'i lë vajzës, pasuria më e madhe që unë mund t'i lë një vajzë është diploma, është arsimimi. Dhe prandaj prindrit kanë investuar shumë, të paktën në 10-15 vitet e fundit, te arsimimi i vajzave, duke përpjekur që t'i japin edhe trajnime dhe kurse kualifikimi, të dalin mirë në shkollë. Po, dhe të marrin një diplomë dhe të kenë mundësi për të bërë karrierë. Të bëjnë karrierë si në sektorin publik ashtu dhe sektorin privat. Ky është thelbi i çështjes për mua. Laureta, kishe një këndvështrim ndryshe? Të them diçka të dhëmë, sepse me qënë se do në vjerën e kam pasur mësuse, edhe gjithmonë shthën, do me thënë, nuk besoj se kundërshtohen. Matematikën? Jo, thjesht për matematikën, po midis vajzave dhe djemve, që djemë të piqën pak me vonesë. Kjo është. Dhe në qoftë se vajzat fillojnë edhe studimin që hershëm, djemët e kam pak më të vonshme, por kjo nuk i ndanë, do me thënë, që se cila palë të tregoj aftësitë e veta dhe të studioj. Pavarësisht se vajzat janë rritur në numër, tani janë akoma më të zhvilluar krahasimisht edhe me pjesën e kohës. Tani, ne jemi, është edhe një tjetër gjë që pak të mbrezi im të themi, ne jemi mësuar që shkolla është gjithçka. Është shumë e rëndësishme, po. Shkolla është gjithçka, ne duhet marrim patjetër diplomën, ajo do na çojë përpara, domethënë dhe kështu e kemi edukuar edhe vajzat edhe djemtë. Tani, sot, në ditët e sotshme, pavarësisht, domethënë, të gjithë kësaj situate, edhe pjesës ekonomike, pjesës sociale, vajzat nuk është thjesht gjithë kjo situatë, po e kanë në vetvete që duhet të hecin përpara, duke krahasimuar veten e tyre, qoftë edhe me brezin e tyre dhe jashtë Shqipërisë, jo thjesht domethënë brenda Shqipërisë. Është më theksuar që vajzat janë hecin edhe në rrethe. Në po t'i shohësh, domethënë, në të gjitha rrethet e Shqipërisë, edhe në mjeksi sidomos, e kanë vënë re që vajzat e Tiranës e kanë shumë më të vështirë, domethënë, që të fitojnë krahasimisht me vajzat e rrethave, për të marrë pikët e durura për të futur në mjeksi. Domethënë, ka një rritje në nivel kombëtar, domethënë, të kërkesave të vajzave për të ecur përpara. Sepse ato nuk e kam patur aq të lehtë, është ajo pasqyra sociale që bëri më përpara Enrico. Unë desha të shtoja diçka në lidhje me këtë. Unë kam, studentët e mi janë student të cilët vinë nga një background çik më i mirë, sepse duke qenë se kolegji universitar ku unë punoj e ka me kusht, sepse ne kemi programe në gjuhën angleze të gjitha, dhe të gjithë duhet vinë mirë në anglisht. Por një prind që ka investuar që fëmia të jetë mirë në anglisht, ka investuar edhe për gjërat e tjera, që ai të jetë i mirë si nxënës. Dhe shikoj për shembull diferencën midis lëndëve. Në marketing dhe në digital media, vajzat janë shumë më të mira se djemtë. Gjë që nuk mund ta them në fushën e inxhinierisë softverike. Nëse marrim lëndën e logjistikës dhe mbrojtjes dhënave personale, djemtë janë më të mirë te këto dy lëndë, sesa vajzat. Pavarësisht se në klasë janë numër më i vogël, po notat më të mira te këto dy lëndë, te pjesa e logjistikës sidomos edhe te pjesa e mbrojtjes dhënave personale, djemtë kanë rezultate më të larta, jo vetëm vitin e fundit, po flas për një periudhë të paktën 3-4 vjeçare. Dhe çfarë duhet të kuptojmë nga kjo situatë? Me këtë që mund të bëjmë një ndarje që cilat janë fushat që i shkojnë më mirë vajzave dhe cilat janë fushat që i shkojnë më mirë djemve, pavarësisht se starti mund të jetë i njëjtë. Ky është debati. Mendoj unë që kjo për këtë pavarësisht se starti, pse e mora startin e njëjtë? E mora startin e njëjtë sepse nxënësit që kam unë janë nxënës që vinë të gjithë shumë mirë në anglisht, sepse është kusht, nuk mund futen në anglisht sepse janë gjitha programet në anglisht, dhe duke qenë në anglisht, ne i bëjmë dhe një test fillestar para se të futen në shkollë, që është e vërtet nota që kanë marrë te testi matematikës apo ja? Ne i bëjmë një test matematike vetë. E qartë. Dhe i shikojmë rezultatet atje. Në këtë situatë ne nuk po vendosim në dyshim apo nuk po vendosim në pikpyetje. Megjithatë. Por unë do të thosha këtë. Po? Që mirë do ta them fund të emisionit. Atëre, shkojmë në një hapësirë publicitare dhe këtë pikpyetje që ju sapo vendosët tani i kthejmë përgjigje pas pak.